Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po kthehemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur në fakt pranë jush të rejat më të fundit. Dua të ndaloj pak tek dy artistët të cilët ishin enkas të ftuar mbrëm në dasmën e Eglit edhe të Gjestit. Të ftuar në Shqipëria Live nëpërmjet lidhjes së Skype-it, Remzi Osmani dhe Nexhat Osmani, dy këngëtarë të mrekullueshëm, dy artistë të bekuar nga Kosova. Mbrëm krijuan një atmosferë të paparë në këtë dasëm, krijuan një atmosferë sikur të ishte dasma e të birit të tyre, të paktën kështu e ka përshkruar edhe Remzi Osmani dhe normalisht kanë dhënë mendimin e tyre dhe kanë ndarë atë ndjesi që ato përjetuan në këtë dasëm. Remzia tha që në momentin kur u hapën dyert edhe banorët na panë që ne do të jemi këngëtarët që do të disponojmë, që do të argëtojmë këtë shift, që do t'japi maksimumin në këtë dasëm, ato u ndjen shumë të lumtur edhe shumë të gëzuar, u ndjen shumë paqësor, u ndjen shumë të bekuar. Na kanë prit me shumë dashuri. Në fakt Remzia tha Egli kur e ka përqafuar Remzien, i ka thënë që unë nuk e kam pritur që ti do t'jesh në dasmën time këtu në Big Brother, sepse të kemi përmendur pafund në këtë shtëpi. Çuditërisht, Remzi Osmani është një këngëtare që përmendet non-stop në Big Brother, është një këngëtare e vetme, le ta themi, që këngët e saj po këndohen nëpër të gjitha edicionet. Unë mbaj mend që edhe në Big Brother 1 është përmendur nga Donaldi shpesh herë Remzi Osmani, në Big Brother 2 Luizeli e ka stër përmendur brenda në shtëpi dhe menjëherë pas daljes nga Big Brother i patën fatin që të kenë një koncert së bashku ku edhe e takoi personalisht Remzi Osmanin. Në Big Brother 3 Remzia u përmend dhe ka qenë pjesë e këtij spektaklit dhe në Big Brother 4 Remzia ka qenë dhe këngët e Remzies kanë qenë gjithmonë të pranishme në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë janë kënduar nga të gjithë banorët. Me një edukat shumë të ndritur, kjo artiste me një qëndrim shumë të bukur, me një mënyrë të shprehjes shumë qytetareske, Remzi Osmani nuk është se e veçoi njërin nga banorët, ajo i përshëndeti dhe i duartrokiti të 4 finalistët, njëkohësisht edhe Nexhat Osmani këtë gjë bëri, duke i trokitur të 4 finalistët duartrokitur dhe duke ju thënë që janë më të mirët dhe fitoft më i miri, fitoft kusht është më i votuari, por Remzia e tregoi një sekret shumë të bukur që para se do të udhtonte për në Tiranë dhe të këndonte në dasmën e Eglit edhe të Gjestit, mbesa e saj i ka thënë që gjyshe përqafo pafund Gjestin dhe Eglin sepse unë i dua shumë ato të dy. Do me thënë, ishte një dhuratë e bukur, një moment shumë emocional, një moment shumë i këndshëm që në Big Brother argëtoi dasmën e Remzi Osmani dhe jo vetëm banorët e Big Brotherit, po dasma e Gjestit mbrëm ka jehuar në të gjithë shtëpitë e shqiptarëve dhe janë disponuar e argëtuar pafund me këngët e Remzi Osmanit dhe të Nexhat Osmanit. Ishte një dasëm pa kompromis, unë do ta them, më duhet ta pranoj nga të gjitha surprizat që banorët kanë patur, surpriza më natyrale dhe më e bërë me shpirt dhe më e vërtet ishte e Remzies. Remzia ka kënduar 1 orë gjysmë, afro 2 orë pa pushuar fare dhe ka dhënë maksimumin e saj dhe vërtet krijoi një atmosferë të bukur duke i kënduar këngët, hitet e saj më të bukura, duke kaluar në jug për të respektuar banorët të cilët janë me origjinë nga jugu, duke kënduar këngën Hajde halla e madhe në respekt të Rozanës dhe për të krijuar një moment humoristik brenda kësaj shtëpie që u prit shumë bukur nga Rozana dhe e përjetoi me shumë sportivitet dhe mbi të gjitha për të dhënë një lloj dashurie tek Gjesti. Remzia e la për të kuptuar që ka një afrimitet dhe një shoqëri të bukur me Rozana Radi, në njihen edhe nga jashtë, edhe kështu që ishte shumë e lumtur dhe shumë e nderuar nga Ledioni Top Channel që kanë bërë këtë përzgjedhje që në këtë javë të fundit në shtëpinë e Big Brotherit, në këtë dasëm kaq të pritur edhe të komentuar, këngëtarët e kësaj dasme do të jenë Remzia dhe Nexhat Osmani. Në momentin kur moderatorja pyet Nexhatin edhe Remzien se kush do të jenë fituesit e këtij reality show, me patjetër që nuk kanë një emër, por Nexhati dhe Remzia thanë fitoft më i miri, pa marrë parasysh sa është i Kosovës, sa i Shqipërisë, ne jemi një shtet, jemi një kombë, kemi një gjuhë dhe nuk mundet asnjë gjë në botë që të bën ndarësinë mes nesh. Ju vazhdoni na ndiqni me subscribe dhe jepni mendimin tuaj për këngët që Remzi Osmani këndoi mbrëm në dasmën të Eglit edhe të Gjestit.